Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 4 persona të akuzuar për pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal, tentativë vrasjeje, armbajtje pa leje dhe vepra të tjera të rënda. Dosja e procedimit penal numër 220 e vitit 2024 është dërguar në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Të pandehur në këtë procedim penal janë shtetasit Aleksandër Prendi, Franko Leka, Izmir Sakicaj dhe Samuel Troshani. Aleksandër Prendi i akuzuar për kryerjen e veprave penale, vrasje në rrethadha të tjera cilësuese, e mbetur në tentativë, parashikuar nga nenet 79D dhe 22 të kodit penal në dëm të shtetasve Izmir Sakicaj, Franko Leka, Samuel Troshani dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake, parashikuar nga neni 278.1 i kodit penal. Franko Leka i akuzuar për kryerjen e veprave penale, sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, e kryer në bashkëpunim të veçantë atë grupit të strukturuar kriminal në dëm të shtetasit Aleksandër Prendi. Izmir Sakicaj i akuzuar për kryerjen e veprave penale, sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, e kryer në bashkëpunim të veçantë atë grupit të strukturuar kriminal në dëm të shtetasit Aleksandër Prendi. Samuel Troshani i akuzuar për kryerjen e veprave penale, sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, kryer në bashkëpunim të veçantë atë grupit të strukturuar kriminal në dëm të shtetasit Aleksandër Prendi. Nga hetimet të zhvilluara rezulton se të pandehurit Izmir Sakicaj, Samuel Troshani dhe Franko Leka dyshohet se janë pjesë e një grupi kriminal i përfshirë në veprimtari kriminale si kryerje e veprave penale të dhunshme, tentativë për vrasje, mbajtje dhe përdorim të armëve të zjarit, si dhe përfitim të ardhurave pa origjinë të ligjshme. Të pandehurit Izmir Sakicaj dhe Samuel Troshani rezultojnë të jenë përfshirë edhe më herët në ngjarje kriminale për vepra kundër jetës, rendit dhe sigurisë publike. Hetimet provojnë se personat e përfshirë kanë qenë të armatosur dhe kanë vepruar në mënyrë të organizuar me qëllim eliminimin fizik të shtetasit Aleksandër Prendi. Mes tyre ka pasur shkëmbim zjarri, por nga ky incident nuk rezultojnë persona të dëmtuar, por janë konstatuar vetëm dëme materiale të automjeteve të përdorura nga të pandehurit.